Në panajiret e këtij viti, Freeze London dhe Art Basel Paris, shumë vizitorë u habitën kur gjetën vepra nga një artist i papritur, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili siguroi një mandat të 4 të paprecedent në maj, pasi bëri fushat për të antarësuar Shqipërinë në BE, është gjithashtu një artist i afirmuar. I trajnuar në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, ai kaloi disa vite duke punuar në Paris, përpara se të hynte në politik në fund të viteve 90, që atëherë ai ka vazhduar të krijojë art, duke ekspozuar në qendrën Pompidou në Paris dhe 2 herë në Bienalen e Venedikut, e shpesh duke vërejtur se vizatimi e ka ndihmuar të përballojë mbledhjet e gjata qeveritare. Më 9 tetor, Galeria Societe e Berlinit njoftoi se e kishte shtuar Ramën, një udhëheqës karizmatik dhe shpesh kontrovers, aktualisht i përfshirë në skandale të shumta, në listën e saj për një dyzinë artistësh. Galeria nuk humbi kohë duke shfaqur shtesën e saj më të re, duke i kushtuar një mur të tërë në Freeze London në tetor, rreth 25 vizatimeve shumë ngjyrshme me celulaps dhe vaj të Ramës, të shoqëruara nga 2 skulptura prej bronzit të pikturuara, të shfaqura në bazamente qeramike, një përzgjedhje më e vogël veprash, 3 vizatime dhe një skulptur, u shfaqën në Art Basel Paris, javën pasardhëse. Julia Ballantine Way, një partnere në Societe, i thot The Art Newspaper se rreth gjysma e vizatimeve, ushitën dhe diskutimet vazhdojnë me blerësit potencial për të 3 skulpturat. U pritën shumë mirë, thot ajo, për artin e Ramës. Shumë njerëz nuk e din për Ramën, artistin, dhe sigurisht që janë shumë të befasuar dhe të intriguar ta zbulojnë atë. Ajo shton se keni gjithashtu njerëz që e kanë ndjekur prej kohësh dhe janë të emocionuar që e shohin tani me ne dhe që përfaqësohet. Ballantine Way thotë se kishte qenë prej kohësh në kontakt të ngushtë me Ramën dhe së fundmi filloi të diskutonte përfaqësimin, pasi mori pjesë në ekspozitën e tij personale në Galerinë Marian Goodman në Paris vitin e kaluar. Olsen Gripsh, një artist dhe kritik bashkëkohor shqiptar, i cili botoi një libër mbi artin e Ramës vitin e kaluar, thotë se artisti ishte larguar nga realizmi i epokës komuniste për të krijuar një gjuhë unike abstrakte të frymzuar nga Kandinsky. Rama u kthye në Shqipëri në vitin 98 për të shërbyer si ministër i kulturës, duke fituar më vonë vëmendjen ndërkombëtare si kryetar bashkie i Tiranës për lyerjen me ngjyra të theksuara të bllokqeve të apartamenteve të zymt të epokës komuniste, që kur u bë kryeministër në vitin 2013, qeveria e tij ka mbikëqyrur restaurimin e vendeve të mëdha të trashëgimisë kulturore, duke përfshirë Muzeun Historik Kombëtar, kullën veneciane të Durrësit dhe urën e Kurçajt. Megjithatë, administrata e tij është ndjekur edhe nga skandale korrupsioni. Në vitin 2023 ish ministri i mjedisit Lefter Koka mori një dënim me 5 vite burg për pranim rishfeti në të ashtu quajturin skandali i inceneratorit, ndërsa Arben Ahmetaj, një ish zëvendës kryeministër, betet në kërkim ndërkombëtar për akuzat e pastrimit të parave, deklarimit të rrem të pasurisë dhe shpërdorimit të detyrës. Është një profil i ri për ne. Kemi asnjë artist politikan tjetër. Puna e re është emocionuese. Pasi Rama kritikoi autoritetin antikorrupsion të Shqipërisë pas arrestimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, një aleat i ngushtë, autoriteti akuzoi atë në shkurt për minimizimin e pavarësisë gjyqësore. Armando Lulaj, një artist bashkëkohor dhe kritik i hershëm i Ramës, e quajti artin e kryeministrit një marifet PR-i për të pastruar imazhin e tij, duke pretenduar se kryeministri u mbajti fondet kritikuesve. Grupi im, i cili kritikon artin e tij dhe përdorimin që pushteti i bën artit kulturor, është i marginalizuar dhe nuk mund të marrë para publike, thot ai. Ballantine Way mohoi se aktiviteti artistik i Ramës ka të bëjë me optikën. Ai studioi art, dhamësim arti dhe ishte një artist praktikues në Paris, përpara se të hynte në politik, thot ajo. Veprat e Ramës u shfaqen gjithashtu në Art Basel Miami Beach javën e kaluar dhe do të shfaqen në një ekspozit personale gjatë Gallery Weekend Berlin prillin e ardhshëm.